Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Ndërkohë është përcjell gjithashtu edhe vendimi numër 26, datë 26/11/2025 mbi përzgjedhjen e kandidatit, i cili rekomandohet Këshillit Lart Prokurorisë për emërim në pozicionin e drejtorit të BK-s. Edhe kjo hartuar nga Komisioni për Zgjedhjes pranë Prokurorisë posaçme. Vendimi përmban rekomandimin për emërimin në funksion si drejtor të Büros Kombëtare të Hetimit për një mandat 5 vjeçar të Joni Ketës. Vendimi shoqërohet nga relacioni përmbledhës, i cili përmban procedurën e përzgjedhjes së kandidatit fitues për pozicionin e mësipër, procedurë e cila është zhvilluar në 6 faza, duke filluar me analizimin paraprak të aplikimit, vizitën mjekësore dhe testet për aftësinë fizike, provimin e zgjeruar me shkrim lidhur me eset që kanë dorëzuar dhe testin për arsyetimin logjik, testin e poligrafit dhe intervistës, verifikimin e figurës dhe deklarimin e pasurisë dhe identifikimin e kandidatit fitues, trajnimin dhe propozimin për emërim. Bazuar sa më sipër në pikën 2 të nenit 33 të ligjit 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka detyrimin të emërojë drejtorin e Büros Kombëtare të Hetimit për një mandat 5 vjeçar. Ky është informacioni i përmbledhur i hartuar për informacionin e të gjithë anëtarëve. Kemi komente, diskutime? Nuk ka, atëherë po vijoj me leximin e vendimit për emërimin e drejtorit Büros Kombëtare të Hetimit. Mbështetur në nenin 149A pika 1 gërma e të Kushtetutës, nenet 164, 166 dhe 189 të ligjin 115 për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë, në nenin 33.2 të ligjit 95 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar të ndryshuar, me propozimin e Komisionit Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, Këshilli i Lartë të Prokurorisë vendosi: 1. Emërimin e Joni Keta në detyrën e drejtorit Büros Kombëtare të Hetimit. Mandati i zotit Keta në detyrën e drejtuesit të BK-s do të jetë 5 vjeçar duke filluar nga data 9/12/2025. Njoftohet për këtë vendim Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe zoti Keta. Vendimi në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare web të Këshillit. Shpallet në Tiranë sot në datë 9/12/2025. Kush është dakord me vendimin? Atëherë me 11 vota pro, asnjë kundër, miratohet. Suar 2 vrasje në vendim, pra vrasje për Martin Cani dhe vrasje mbetur në tentativë rrethanësisuese për të miturin tjetër Luis Meqja. Ne mendojmë që nuk është çështje dënimi, është çështje drejtësie, çështje për të mbrojtur 2 të mitur apo shumë të mitur, të cilët janë të rrezikuar çdo ditë nëpër shkollat shqiptare, dhe kjo do të jetë mesazh për qeverinë shqiptare, për ato institucione arsimore të cilët mbajnë edukojnë fëmijët e gjithë kujt, e gjithë qytetarëve shqiptarë të Republikës së Shqipërisë. Drejtësia, ne mendojmë që ka bërë punën e saj, do ndjekim dhe më tutje me çdo mjet ligjor të nevojshëm për të mbrojtur të drejtat e familjes Cani dhe për ta vazhduar çështjen deri në instancat më të larta për aq mundësi saç na jep hapësira ligjore, ligji dhe kodi procedurës penale. Avokata, mund ta thoni për çfarë veprash penale u dënua Mario Përllesha, si u kualifikua? Tani, unë ju thash që është dënuar për 2 vepra penale i pandehurin këtë proces. Ka marrë 2 dënime dhe në bashkim në total në përfundim është 16 vite dënimi përfundimtar. Detajet e tjera do t'i marrim me zbardhjen e vendimit. Familja ka deklaratën e saj cilën do ta bëj para medias, por e rëndësishme është që kemi drejtësi dhe gjykatat shqiptare japin drejtësinë dhe përpiqen që këtë çështje të rëndësishme, të dhimbshme për shumë familje shqiptare e kanë trajtuar me dinjitetin që i takonte kësaj ngjarje dhe të paktën shqiptarët sot
kanë atë dritën e shpresës që në Shqipëri bëhet drejtësi. Zoti Ramaj, do ta ndihmoni këtë vendim apo është një vendim i pritshëm dhe brenda? Ne do ta vlerësojmë vendimin kur të zbardhet i plot, kemi 15 ditë kohë mbas zbardhjes të vendimit për ta parë me detaje nëse ka momente të cilat duhen ankimuar apo jo. Por, siç e thash parimisht, sot gjykata ka bërë drejtësi. Unë besoj që është e udhës që qeveria të vazhdoj të qeverisi dhe është e udhës që qeveria të shqyrtoj mirë kur ndërhyrje në kompetencat e qeverisë ndodhin nga pushtetet të tjera. Dhe ajo çfarë qeveria ka bërë në këtë moment, me të drejtën kushtetuese që i ka dhënë kushtetuta, ka depozituar një ankim në gjykatën kushtetuese. Në përfundim të këtij procesi gjyqësor kushtetues, qeveria do të bëjë atë që do vendosë gjykata kushtetuese dhe që do të jetë më e mira për shqiptarë siç ka bërë gjithmonë. Po ndërkohë qeveria e ka shqyrtuar nëse ministra ka shkelur vërtet ligjin? Qeveria nuk shqyrton. Kryeministri ka kompetencë të kontrollojë punën e ministrave. Absolutisht, është në kompetencë në kushtetues. Dhe kryeministri e bën atë punë rregullisht edhe për ditë. E ka bërë në këtë rast sepse nuk po na thot kryeministri nëse ministra ka shkel ligjin apo jo, po flet vetëm për debatin juridik dhe procedural. Kjo është një pyetje që e bëjmë, i takon një çështje tjetër sepse ka të bëjë me kontrollin që kryeministri ushtron mbi punën e ministrave dhe me sa e keni parë atë e bën me shumë devotshmëri dhe me shumë sukses. Pyetja e fundit që un kam për mua e fundit. Si politikan ju ka tërhequr vëmendje lëvizja e zotit Saliani brenda Partisë Demokratike dhe çfarë konsiderate keni për këtë lëvizje nëse mund ta thoni? Ju i dini, ju keni qenë dëshmitar të debateve publike dhe politike që unë kam pasur me zotin Saliani, por nga ana tjetër, meqense sapo kemi festuar ditën e rinisë si pjesëmarrës i atyre protestave, unë nderoj pa fund lirinë e mendimit dhe njerëz të cilët duan të forcojnë demokracinë në partinë e tyre. Ajo çfarë unë shoh është për tu respektuar. Pra, në çdo moment në një parti kur një nga anëtarët e partisë fillon që të dëgjoj antarësinë së bashku me ata që partia i ka votuar më shumë, besoj që është një gjë e lavdërueshme. Po për demokracinë në Partinë Socialiste jeni shqetësuar? Këto janë çështje të cilat i takojnë Partisë Demokratike dhe nuk është se ne si qeveri kemi një koment, ky është koment personal, po, si individ. Kështu që ne si qeveri jemi jashtëzakonisht të interesuar që qytetarët shqiptar të vazhdojnë të marrin shërbimet që atyre u takojnë çdo ditë. Dhe për këtë arsye ju shikoni atë intensitet agjende parlamentare dhe shikoni një qeveri që është gjithmonë e disponueshme për të debatuar mbi projekte dhe në asnjëherë mbi zhurmë dhe mbi bisedat. Po për demokracinë Partinë Socialiste, a jeni shqetësuar? Nuk jam i shqetësuar momentalisht sepse demokracia në Partinë Socialiste e tregojnë rezultatet e votimeve. Me të ashtu quajturën paqë fiskale, ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Një ligj të cilin Qeveria e Shteteve të Bashkuara, Bashkimi Evropian, por dhe vende tjera partnere, e kundërshtuan në mënyrën më të prerë para 2 vitesh, Edi Rama e ka votuar në parim në parlament. Ky akt është mbështetja publike më fuqishme që Ramaduro, shefi narkoshtetit parë dhe vetëm në Europë, u bën karteleve shqiptare të drogës dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Partia Demokratike deputetët e saj në komisionit përkatëse kanë mbajtur
qëndrime të prera kundër kësaj përpjekje. Kanë bërë amandamente shumë të qarta, por nuk janë marrë parasysh asnjëra prej tyre nga mazhoranca. Për Partinë Demokratike, grupin e saj parlamentar, ligji është një mundësi ligjore për pastrimin e parave nga klanet e drogës dhe të krimit, për evazionin e mëtejshëm fiskal, për shmangjen e bizneseve nga detyrimet fiskale të ardhshme kundrejt shtetit. Për favorën ndaj sektorëve ku risku i pastrimit të parave është shumë i madh dhe që po ndodh praktikisht, ndërtimi në Shqipëri është lavatriçja e parave të drogës më e madhe në Europë. Kjo mos të duket çudi, mbasi treguesi i ndërtimit në Shqipëri është 3 herë më i madh se treguesi mesatar i ndërtimit në Bashkimin Evropian. Në këtë ligj ka mungesë të plotë të transparencës për opinionin publik dhe komunitetin e ndershëm të biznesit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar më parë qeverinë shqiptare për rreziqet e mëdha të kësaj amnistie. Banka Botërore gjithashtu. Tani, këto ditë, ka një reagim të qartë të Komisionit Evropian që unë do t'ja u lexoj më poshtë. Cilat janë mekanizmat që projektligjit e paraqitura për këtë qëllim hapin rrugë për fenomenet e mësipërme. 1. Rishikimi pas një pasojë i bilanceve në 3 vitet të fundit, duke i dhënë mundësi bizneseve të ndryshojnë të gjithë zërat, parat kesh, asetet, kapitalet e veta e të tjerë. Thjesht duke paguar 5% tatim mbi shumën, 5% tatim më shumë. Kërkesa e opozitës ishte për çdo rast që verifikohet të vihen në dieni organet ligjzbatuese për parandalimin e pastrimit parave, si dhe të merret drita jeshile prej tyre, por kjo kërkesë u refuzue, sepse parat duhet të lahen lirshëm. Rrëzohet, me një fjalë, sistemi i vendosur në kuadrin e Manival për të parandaluar pastrimin e parave. Një grop karstike me thellësi mbi 11 metra dhe diametër rreth 7 metra është faqur së fundmi në qytetin e Belshit, në lagjen Hysaj, duke rikthyer frikën dhe pasigurinë tek banorët e zonës. E vendosur pranë disa banesave në këtë lagje të qytetit, hapësira gjeologjike po zgjerohet dita ditës, duke rritur ndjeshëm rrezikun për komunitetin. Banori Behar Cani shprehet i alarmuar ndërsa kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për të parandaluar ndonjë fatkeqësi të mundshme. Ata thonë se fenomeni po përparon me shpejtësi dhe se zona është e pasigurt për jetesë, sidomos për fëmijët. Autoritetet vendore kanë bërë thirrje për shmangjen e zonës rreth gropës, ndërsa grupe teknike kanë vlerësuar situatën për të përcaktuar shkallën e rrezikut dhe masat që duhet të merren. Dumreja njihet për formacionet karstike, që kanë formuar rreth 84 liçene natyrale, por këto fenomene kanë shkaktuar ndër vite edhe gropa të rrezikshme.
Raste të ngjashme janë shënuar dhe më parë në fshatrat Dëshiran dhe Çesti, duke bërë situatën një problem të përsëritur për zonën. Këto pamje vijnë nga objektivi i kamerës së televizionit Apollon. Segmenti rrugorëve Lipoj-Shëngjin është dëmtuar rënd si pasojë e rreshjeve të fundit dhe rrëshqitjeve të tokës, duke krijuar probleme serioze në qarkullimin e automjeteve dhe rrezik për sigurinë e banorëve. Pjesë të rrugës janë shembur ose janë mbuluar nga inerte dhe dhera, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë të detyruar të lëvizin me kujdes të shtuar. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për rikonstruksionin e aksit. Rruga e cila ka rëndësi për lidhjen turistike dhe ekonomike mes dy zonave bregdetare rrezikon të bëhet e pakalueshme nëse situata nuk menaxhohet në kohë. Autoritetet vendore ende nuk kanë dhënë një afat për ndërhyrje, ndërsa inspektimi teknik është në proces, ndërsa inaugurimi i këtij aksi është bërë disa muaj më parë dhe gjendja e saj janë këto pamje të fiksuara nga kamerat e mediave. Përpunuesit e ullirit në zonën e Cakranit në Fier kanë njoftuar rritjen e çmimit të vajit të ullirit në treg. Sipas administratorit të fabrikës së përpunimit të ullirit Kujtim Xhelali, Axhelian Musaraj, ky fenomen ndodh për shkak të prodhimit të ulët gjatë këtij viti, që është 50% më i ulët se i vitit të mëparshëm. Alarmi në Cakran se çmimi i vajit të ullirit do të ngrihet në mënyrë të frikshme ka dhënë sinjalin më të rënd të viteve të fundit që tregu është në rritje, ndërsa autoritetet heshtin. Sipas të njëjtit burim, çmimi i vajit të ullirit do të rritet ndjeshëm dhe menjëherë për tregun dhe konsumatorët për të vetmen arsye se prodhimi i këtij viti është rrëzuar në nivele dramatike, rreth 50% më pak se viti i kaluar, duke krijuar një boshllëk që mund të ndikojë në furnizimin me vaj ulliri. Sezoni si vjet është drejt fundit për momentin ku jemi. Si vjet ulliri nuk ka qenë në favor si ka qenë vjet, 50% që e vjermes e prodhimit. Vaj ka e shitur gjithë sasia që kemi grumulluar, plus dhe ulliri kokë ka pasur çmim super të mirë. Dhe jemi të kënaqur kur kemi kaq vite në treg me këtë punë. Ushada e ullirit është gjysmë e sezonit vjerën, por si vjet ka një gjë, çmimi i vajit është më i lartë dhe sasia e ullirit e vajit është më e mirë nga gjithë viteve më para. Prodhimi ka qenë i pastër, vaj e shitur dhe gjitha ka vajtur okej. Përpunuesi i ullirit Zoti Musaraj gjithashtu paralajmëroi se nëse situata vazhdon kështu, çmimet mund të dalin jashtë kontrolli dhe tregu do të ndjejë mungesa të dukshme të vajit të ullirit në javët që vijnë. Kjo situatë pritet të ndikojë drejt për drejt jo vetëm te konsumatorët, por edhe tek fermerët, të cilët këtë vit do të përballen me sasi më të pakta dhe kosto të rritura të prodhimit. Përpunuesi gjithashtu thekson se rënja e prodhimit vjen si pasojë e faktorëve klimaterik dhe ciklit natyral të ullirit, duke shtuar se tregu mund të përballet me luhatje të mëtejshme në javët në vijim. Administratori kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve për monitorim të tregut, si dhe mbështetje për fermerët, prodhues dhe përpunuesit. Fermerët në këtë vit janë dorëzuar dhe nëse nuk do të ketë mbështetje, vitet e ardhshme situata mund të bëhet edhe më e rëndë. Ai shkon dhe më tej me paralajmërimin e tij të ashpër, se nëse kjo situatë vazhdon, çmimet mund të ndalin jashtë kontrollit. Konsumatorët duhet ta dinë se tregu nuk mund të përballojë këtë mungesë dhe plotësimin e kërkesave me vaj do të vështirësohet. Administratori kërkon ndërhyrje urgjente të institucioneve për monitorim të tregut, si dhe mbështetje për fermerët, të cilët janë dorëzuar përballë klimës së këtij viti, që ka goditur ullirin dhe askush nuk po merr masa. Sipas të njëjtit burim, nëse nuk ka mbështetje, vitet e ardhshme situata mund të bëhet edhe më e rëndë. Pas ndezjes së dritave në qytetin e Lushnjës më 6 dhjetor, atmosfera festive u shpërnda edhe në njësitë administrative Bubullim dhe Krutje, ku këtë vit pasi një rresi të veçantë. Në Bubullim për herë të parë në lulishten e njësisë u vendos një pemë krishtlindjeje me lartësi 7 metra. Ky investim u mundësua nga bashkëpunimi dhe solidariteti e bizneseve të zonës, të cilët dhuruan një dekor simbolik për fundvitin. Në ceremoninë e ndezjes së dritave morën pjesë banorë dhe shumë fëmijë, duke krijuar një atmosferë gëzimi mes dritave shumëngjyrëshe. Ky gest simbolik është një mesazh shpresë dhe dashurie për të gjithë komunitetin, por kërkon dhe kujdes nga banorët, sidomos fëmijët për ta ruajtur dhe për të mos e dëmtuar.
Mbrëmjeve pema e ndriçuar jep lulishteve të bubullimës një pamje magjike, ndërkohë dhe njësi administrative krutje për disa vitesh dhe dritat e pemës së Krishtlindjes në qendrën e saj, me zgjelbërimit dhe përkujdesjes së veçantë nga drejtuesit lokal dhe banorët. Kjo traditë është tashmë pjesë e identitetit festues të zonës. Zgjerimi i atmosferës së festave dhe në njësitë administrative të Bashkisë Lushnje tregon një hap pozitiv drejt përfshirjes së çdo komuniteti në gëzimin dhe dashamirësinë që sjell dhjetori. Pamjet festive janë sjell nga kamera e televizionit Apollon, ku dhjetori ndriçon me simbolin e bashkimit dhe gëzimit për të gjithë, por banorët shprehen skeptik për mirëmbajtjen e ambientit dhe të pemës. Ka rëndësi që këtu bëti vetëm nga privat më shumë. Edhe bravo qoftë atyre çuna që bën këtë festim. Bravo qoftë se me qindra mira herë. Po këtu ka vetëm ide se na vinë ca jashtë rreth fshatit tuneve, a bëjnë rrëmujat. Na vetë fshati nuk i bëjnë. Vetë fshati. Çunat e fshatit e kanë marrë. Ata që kanë ngerur se tjetër një pjesë kanë ikur. E shikojmë shumë të mirë. E shikojmë shumë një gjendje të rregullt, po nuk kemi ndërgjegje ne këtu për pastërtinë, për kulturën, për të gjitha. Do vi puna, e shikon atë pemën ti, atë pemën ata mund ta rrëzojnë. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv. Bashkë mirupafshim.